Erdogani nga Haga, sa kohë këfori turk ndodhet në veri të Kosovës, nuk do ketë probleme. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, gjatë fjalës së tij në samitin në Hagë, ka folur për situatën në veri të Kosovës dhe prezencën e këforit turk në vend. Erdogani tha se pjesëtarët e këforit turk janë në rajonin e Ballkanit Perëndimor për paqe dhe qetësi. Ai shtoi për sa kohë që këfori turk ndodhet aty, shpreson të mos ketë problem. Siç e dini, këfori turk është në rajon. Pse në rajon? Për paqe dhe për qetësi, përderisa ne jemi atje, dash Zotit mos kemi probleme atje, deklaroi Erdogani në konferencën për media pas samitit NATO-s në Hagë, teksa u pyet për situatën veri të vendit nga një gazetar i Kosovës. Në samitin 2 ditor në Hagë, të dy shtetet anëtare të NATO-s kanë rënë dakord shpenzojë 5% produktit të brendshëm bruto. Pragu i ri u bën thirrje anëtarëve të kushtojnë ekonomive të tyre mbrojtja thelbësore në fushat e sigurisë.